Valet e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju mund t'u tregoni fëmijëve tuaj gjithçka që doni t'u tregoni, por kujdes. Ata janë më të vëmendshëm ndaj asaj që shohin sesa ndaj asaj që dëgjojnë. Ata janë duke vëzhguar mënyrën tonë të jetesës. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Shumë prindër dëshirojnë t'u japin fëmijëve më shumë nga sa ata kanë pasur ndërsa rriteshin. Për këtë arsye punojnë me orë të zgjatura, kursejnë para, edhe nuk shpenzojnë shumë për veten e tyre, me qëllim që të grumbullojnë para të cilat t'u lënë trashëgimi fëmijëve të tyre. Ndonse paratë apo gjërat materiale janë të pëlqyeshme, ne shpesh nuk ju kalojmë fëmijëve tanë të vetmen gjë që do t'i përgatiste për të përballuar të ardhmen, besimin tonë. Sot, Dr. Stanley na ndihmon të mësojmë më shumë se si ta pasojmë besimin tonë. Njerëzit janë shumë të kujdesshëm dhe shpesh herë tej mase me qëllim që të jenë të sigurt se do t'ia lënë pasurinë apo gjërat që i ruajnë si thesar fëmijëve të tyre, familjes dhe miqve. Edhe të krishterët bien shpesh në të njëjtin kurth, dhe kjo për të qenë të qetë se pasuria, gjërat që zotrojnë, do t'ju kalojnë fëmijëve të tyre, nipërve ose miqve. Kjo është e gabuar. Gjërat më të çmuara që unë dhe ti zotrojmë si besimtar, gjërat më me vlerë që kemi nuk janë ato që mund t'i preki me duar. Nuk janë as pasuria, as pronat dhe as tokat që mund të kemi në zotrim. Gjëja më e vyer që duhet ta pasojmë tek pasardhësit tanë është besimi ynë. Tani dikush mund të thotë, ti nuk mund ta pasosh besimin tënd. Ai është një marrëdhënie personale që ke me Perëndin. Ti mund ta pasosh besimin tënd. Për këtë gjë dua të flas në mesazhin e sotëm. Si ta kalojmë besimin ton tek fëmijët tanë, niprit apo tek ata që na rrethojnë. Prandaj dëshiroj të kthehem te kapitulli i parë i letrës së dytë të Timoteut. Pali po i shkruan një të riu me emrin Timote, i cili është duke pastorizuar një kishë dhe duke kaluar në vështirësi dhe vuajtje. Dhe sigurisht, ai diti se si t'ia pasoj besimin e tij të riut Timote. Le të lexojmë letrën e dytë të Timoteut, kapitulli i parë, vargu 3 deri në vargun 7. Pali i shkruan Timoteut: E falenderoj Perëndin, të cilit i shërbej sikurse edhe të parët e mi, me ndërgjegje të pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia ditë e natë, dhe kur kujtoj lotët e tu, kam shumë mall të shoh që të mbushem me gëzim, sepse kujtoj besimin e sinqert që është në ty, i cili më parë ishte tek gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se është edhe te ti. Për këtë arsye po të kujtoj ta zgjosh dhuntinë e Perëndisë që është në ty me anë të vënies së duarve të mia, sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie. Pali po inkurajon të riun Timote nga burgu, duke u përpjekur ta forcojmë në besim. Dhe është interesante ajo që i thot: Tani mbaj mend, unë e di burimin e besimit tënd. Para se gjithashtu thot ai, gjyshja jote Loide kishte një besim të patundur. Më pas nëna jote Eunike pati një besim të tillë. Dhe tani jam i sigurt se këtë besim e ke edhe ti, thot ai. Ku mendoni se e gjeti Timoteu këtë lloj besimi? Ishte ndikimi i gjyshës së tij. Ajo ja pasoi së bijes, e cila ja pasoi Timoteut, djalit të saj. Pa dyshim apostulli Paul e donte Timoteun. Ai e quajti birin e tij në besim dhe në shërbes. Çfarë mendonte se po bënte ai me djalin e tij në shërbes? Ai po ja kalonte atij, po e përgatiste për të kuptuar të vërtetat që i kishte mësuar Perëndia. Ai po i pasonte besimin e tij të riut Timote, duke ditur se shumë shpejt ndoshta do të vdiste. Dhe vim tek pyetja e madhe: a keni një besim që ja vlen të pasohet? A keni një besim që do të sillte ndryshim në jetën e dikujt? Ju mund të pyesni, si duhet të jetë besimi? Duhet të jetë një besim i denj për të kaluar dhe një besim i bazuar në vërtetësinë e fjalës së përjetshme të Perëndisë.
Besimi është një bindje e thellë se Perëndia i Biblës është ai që thotë se është dhe se ai do të bëjë çdo gjë që ai ka thënë se do të bëjë. Nëse je një besimtar, patjetër që ke besim tek Perëndia. Përndryshe nuk do të quhesh fare besimtar. Por a ke një besim me anë të të cilit ja vlen të jetosh dhe për të cilin ja vlen të vdesësh? Ju mund të thoni, po e kam. Atëre, si mund ta pasojmë këtë besim? Ne sigurisht nuk mund të besojmë për fëmijët tanë. Nuk mund të besojmë as për miqt apo pjesëtarët e familjeve tona. Ata duhet të besojnë vetë për veten e tyre. Po atëre çdo të thotë të pasosh besimin tënd. Unë thjesht dua të them se kjo do të thotë që në mënyra të ndryshme t'ia pasosh besimin tënd fëmijëve, nipërve apo miqve që na rrethojnë. Kjo është arsyeja që ne besojmë. Kjo është mënyra se si lidhemi me Perëndin. Por si ta pasosh besimin tënd? Mënyra e parë është duke ndarë me fëmijët apo nipërit e tu parimet që ke mësuar në jetë. Për shembull, le të filloj me një parim të thjeshtë. Si trajtojmë situatat apo rrethanat financiare? Si i menaxhojmë paratë? Çdo fëmijë, çdo person ka nevojë të mësojë se si ti menaxhoj paratë. Kështu që çfarë bën ti? Ti i thua djalit, vajzës apo nipërve të tu: këtu ekziston një parim dhe ky parim bazohet në Psalmin 24, vargun e parë. Zoti i përket toka dhe të gjitha gjërat që janë mbi të, bota dhe banorët e saj. Cili është parimi i parë në lidhje me paratë? Gjithçka i përket Zotit. Dhe ky parim rrjedh nga fakti që Perëndia na kërkon të japim atij 1/10 e gjithçkaje që Perëndia na ka dhënë. Çfarë do të bënte një baba apo nënë e mençur? Para së gjithash, do ta vinte në jetë këtë parim duke çuar të 10 në shtëpinë e Zotit. Në këtë mënyrë, ata kanë perspektivën e dur në lidhje me financat dhe do t'ia përcjellin këtë parim edhe fëmijëve të tyre. Ata do t'i pasojnë fëmijëve të tyre rëndësinë e të mësuarit se si të merresh me paratë. Është një çështje me të cilën duhet të merren gjatë gjithë jetës së tyre. Kështu pra, ti i thua djalit ose vajzës tënde: ka një parim që duhet ta mësosh, si ti menaxhosh paratë. Një parim tjetër i rëndësishëm që duhet t'ju mësosh është se Perëndia do t'ju jap atyre drejtim për jetën. Ata nuk kanë përse të rropaten në jetë, nuk kanë përse të pyesin çfarë do Perëndia që të bëj dhe si do ta kaloj jetën, sepse ai ka thënë tek Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargu 5 dhe 6, ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Biri im dhe bija ime, Perëndia ka një plan dhe një qëllim për jetën tënde. Ai do të bëj një udhë për ju. Një nga parimet që ata duhet të kuptojnë është që Perëndia do të kujdeset për nevojat e tyre. Për këtë duhet patur besim tek ai. Pra, e gjithë çështja është të besosh dhe të besosh. Ti mund t'i besosh atij në lidhje me financat e tua, mund t'i besosh në lidhje me drejtimin e jetës tënde, mund t'i besosh në lidhje me nevojat e tua. Sepse ai ka thënë tek Letra drejtuar Filipianëve kapitulli 4, vargu 19, dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. Ka shumë parime tek shkrimet që unë dhe ti e dim që duhet i përcjellim, që do të thotë t'i pasojmë tek fëmijët dhe miqtë tanë. Tani, kur mendoj për jetën time, se çfarë më ka prekur mua, mendja më shkon tek gjyshi im. Kam kaluar një javë me të, kryesisht duke e dëgjuar, por edhe duke biseduar me të. Gjyshi më pasoi besimin e tij mbresëlënës, duke ndarë me mua se si Perëndia kishte punuar në jetën e tij, histori pas historie, ndodhi pas ndodhie. Parimet themelore që kanë drejtuar jetën time për gjithë këto vite, mi ka pasuar gjyshi im brenda një jave. Ai mori kohë për ta kaluar me mua. Çfarë ishte duke bërë? Ai po ndante me mua gjërat që kishte bërë Perëndia në jetën e tij. Ai po më pasonte parimet biblike me të cilat jetoj, gjërat që mësoj në vështirësi dhe vuajtje gjatë gjithë jetës. Kur u ktheva në shtëpi kuptova që Perëndia kishte bërë diçka edhe në jetën time. Papritmas, besimi im shpërtheu. Ai u bë menjëherë i fortë, sepse fillova të mendoj: Perëndi, nëse ti ke bërë këto gjëra për gjyshin tim, çfarë do të bësh në jetën time? Ai më dha disa parime biblike të cilat në mënyrë absolute udhëhoqën jetën time për gjithë këto vite. Çfarë bëri ai? Mi pasoi mua dhe nuk e nxori Biblën duke u përpjekur të më provojë ndonjë gjë. Ai nuk më dha një mal me shkrime. Ai më pasoi momentet
dhe rrethana kritike në jetën e tij, në të cilat Perëndia ishte treguar besnik. U largova nga shtëpia e gjyshit tim, me këto parime të shkruara në mendjen time, të gdhëndura në shpirtin tim dhe që digjeshin në zemrën time. Perëndia e do kaq shumë gjyshin tim sa bëri këto gjëra për të. A do t'i bëj këto gjëra edhe për mua? Po. Ai do t'i bëj. E dija që ai do t'i bënte. Ai ma pasoi besimin e tij mua. Tani, fëmijët tanë dëshirojnë shumë gjëra materiale dhe shpesh herë kjo është gjëja më e keqe që ju mund t'i pasoni atyre. Gjëja më e mirë që mund t'u pasoni është besimi juaj, parimet që u ka mësuar Perëndia. Apo e bëni këtë gjë? Nëse mendoni se ata nuk do t'jenë të interesuar kur t'u thoni eja të tregoj për një kohë të vështirë që kam kaluar, nuk dija çfarë të bëja, i hodha sy drejt Zotit, e ngrita zërin tim tek Perëndia dhe më lër të tregoj se si më përgjigj, po ju them se Perëndia do ta gëdhënt këtë në mendjet e tyre. Ata do të përballen me situata, rrethana, vështirësi, vuajtje, shqetësime, prova, tundime dhe fatkeqësi. Dhe a e dini se për çfarë ka nevojë? Ata nuk ka nevojë për më shumë para, apo më shumë veshje. Ata ka nevojë për një besim të patundur, që është provuar nga babai apo nëna e tyre. Të sprovuar ata mund të thonë, Perëndia do të bëj këtë gjë në jetën tënde. Ai bëri këtë gjë në jetën time. Ky është lloji i besimit për të cilin ky brez fëmijësh ka nevojë të dëgjojë nga ju dhe shumë prej tyre nuk janë duke dëgjuar fare për të. Përse? Sepse prindërit nuk janë duke i zbatuar parimet e fjalës së Zotit. Dhe kur nuk i zbatojnë ato, fëmijët e tyre nuk i kuptojnë dhe nuk i njohin këto parime. Për rrjedhoj ata nuk janë duke i pasuar ato. Çfarë po derdhni në jetën e këtyre fëmijëve që do t'i ndërtonte dhe forconte, ndërsa dalin në një botë të ligë, të ndyrë, e pshndjellëse që do të bënte gjithçka për të shkatëruar besimin e tyre? Apo ndërtonin tek ata diçka që parat nuk mund ta blejnë dhe vdekja nuk mund ta marrë? Një mënyrë tjetër për të pasur besimin ton është me anë të mënyrës ton të jetesës. Kështu ne pasojmë ose dyshimin, mërzitjen, frikën, mosbesimin ose besimin ton. Pra, si ta bëjmë të? Është shumë e thjeshtë. Çfarë bëjmë ne ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji, vit pas viti? Ne marrim vendime para syve të familjarëve tan, fëmijëve tan, njerëzve të tjerë, miqve, fqinjve apo cilin do tjetër. Ju mund t'u tregoni fëmijëve tuaj gjithçka që doni t'u tregoni, por kujdes, ata po ju vëzhgojnë. Ata nuk janë thjesht duke dëgjuar, por po presin përgjigjen tuaj. Ju mund t'u thoni gjithçka që doni. Ti ke nevojë t'i besosh Perëndis. Por nëse nuk je duke e bërë këtë gjë, nuk ka për të funksionuar. Ti duhet të jesh i ndershëm, por nëse nuk je i tillë, kjo nuk ka për të funksionuar. Ata janë më të vëmendshëm ndaj asaj që shohin sesa ndaj asaj që dëgjojnë. Ata janë duke vëzhguar mënyrën tonë të jetesës. Tani, më lër të them diçka, miku im. Nëse ata vërejmë mos përputhjen atë çfarë themi me atë që bëjmë, do të kemi shumë të lashe. Kjo do të ju tregoj atyre se ato që themi në të vërtetë nuk funksionojnë. Nëse ka funksionuar, nëna ose babai im do të kenë bërë diçka tjetër. Personi i dytë që ka influencuar më shumë jetën time është nëna ime. Më kujtohen të gjitha herët që unë dhe ajo kemi zbritur nga krevati dhe jemi lutur. Ka ndodhur që jemi gjendur në nevojë dhe unë e kam pyetur: "Mami, çfarë do bëjmë?" Dhe ajo më thoshte: "Do t'i besojmë Perëndis. Thjesht do t'i besojmë Perëndis." Ajo mund të kishte punët e dynjas. Ajo mund të thoshte: "Shko në krevat birë dhe fik dritat." Por në vend të kësaj, nëna ulej në gjunjë në anë të krevatit dhe flisim së bashku për Perëndinë. Ajo më fliste rreth besimit tek Perëndia dhe çdo herë që dilte diçka që nuk dinim se si të vepronim, ajo më thoshte të besoja tek Perëndia. E dini çfarë? Akoma e dëgjoj zërin e saj që më thot pa pushim: "Ne thjesht do t'i besojmë Perëndis." E dini çfarë ishte duke bërë ajo? Ajo po më pasonte mua përmes mënyrës së saj të jetesës, përmes vështirësive të saj, vuajtjeve, provave dhe mënyrës se si reagonte ndaj tyre, këtë mesazh: besoj Perëndis në çdo moment. Besoj Perëndis edhe kur nuk e sheh qartë rrugën tënde. Besoj Perëndis kur gjërat duken të pamundura. Besoj Perëndis kur je në vështirësi. Besoj atij. Ajo me mënyrën e saj të jetuarit më tha: Perëndia është serioz. Perëndia
është i besueshëm. Ju mund t'i besoni atij në çdo rrethan, pavarësisht nga ajo që kaloni në jetë. Ju mund t'i besoni atij. Më kujtohet kur shkova në kolegj dhe kisha shumë pak para. Por a e dini çfarë kisha? Kisha diçka që ma kishin pasuar dhe nuk kishte ndryshim për mua nëse kisha pak apo shumë. E dija që në një mënyrë apo në një tjetër Perëndia do të bënte udhë. Dhe në gjithë këto vite, Perëndia ka bërë gjithmonë një rrugë. E dini pse? Për shkak se 2 njerëz në jetën time më pasuan besimin e tyre mbreslënës. Ju mund t'i besoni Perëndis. Nuk ka rëndësi se si duken gjërat. Thjesht besoj atij. E dini sa herë që unë dhe ti besojmë Perëndisë së gjallë, në vështirësi dhe vuajtje, dikush është duke parë. Dhe e dini çfarë ndodh? Diçka ndodh me besimin e tyre dhe ata mendojnë, Perëndi, nëse kishe një përgjigje për të, ndoshta do të kesh edhe një për mua. Ti kishe një përgjigje për këtë njeri dhe ti erdhe në ndihmë kësaj familjeje. Perëndi, ndoshta ti do të kesh një përgjigje edhe për mua. Gjëja më e madhe që ne kemi për të dhënë dhe për të pasuar nuk ka të bëjë fare me nevojën materiale. Ka të bëjë me atë që jemi. Ka të bëjë me atë që besojmë. Ka të bëjë me personin tek i cili besojmë. Asnjë parim në botë nuk do të funksionojë vetëse nëse i shpalosim ato në mënyrën se si jetojmë. Shumë fëmijë po rriten në familje që janë mbytur në borxhe, që nuk besojnë, që janë duke kaluar vështirësi dhe sprova dhe prindërit largohen nga gjithçka dhe nuk ka për të funksionuar. Çfarë mesazhi po ju dërgojmë këtyre fëmijëve? Ja pra cili është mesazhi që po i dërgojmë një brezi të tërë fëmijësh. Ku është Perëndia? Dua të them, nëse gjithçka i përket atij, nëse ai ka gjithë pushtetin, ku është Perëndia? E dini çfarë? Askush nuk i është përgjigjur kësaj pyetje. Dhe i vetmi person që një fëmijë kërkon të përgjigjet kësaj pyetje është një baba besimtar ose një nën besimtare. Në rastin kur babai është larguar, ndoshta mund të ketë vdekur ose mund ta ketë braktisur. Çfarë po u pasojmë këtyre fëmijëve? Ne po u pasojmë para, veshje, toka dhe të gjitha këto gjëra. E dini çfarë? Gjëja më e keqe që ti mund të bësh është i lësh fëmijët të tu një shumë të madhe parash. Duke bërë këtë, ju lini atyre një besim që parat nuk mund ta blejnë dhe vdekja nuk mund ta marrë. Pra, para së gjithash, ne pasojmë parimet. Së dyti, besimin ton nëpërmjet mënyrës tonë të jetuarit. Dhe mënyra e tretë është nëpërmjet këmbguljes. Tani, çfarë dua të them me këtë? Thjesht dua të them që nuk mjafton të thuash ja çfarë Perëndia do të bëj. Nuk mjafton të thuash ja çfarë ai ka bërë. Nuk mjafton të pasosh parimet. Madje nuk mjafton as të jetosh në një stil jete, sepse duhet të ketë konsekuencë, përputhje. Nëse ne i besojmë Zotit në mënyrë të çrregullt vetëm disa herë ose ne i besuam Perëndisë për këtë vështirësi, por nuk e di gjallë në botë se çfarë do të ndodhë në këtë pikë me këtë problem. Me fjalë të tjera, nëse ata shohin mospërputhje, kështu do të veprojnë edhe ata në këtë mënyrë. Ata i regjistrojnë në çast këto momente. Fëmijët tanë janë duke na vëzhguar. Nuk është se ata kërkojnë të kritikojnë prindërit e tyre. Ndonjëherë edhe e bëjnë, por pjesa më e madhe e fëmijëve nuk dëshiron të gjejë gabime tek prindërit. Ata nuk presin që ne të jemi të përsosur. Perëndia e di që ne nuk jemi të tillë. Nuk ka prindër të përsosur. As nuk mund të përshkruhet një i tillë. Por si prindër, ne duhet të jemi të qëndrueshëm në lidhje me besimin ton tek Perëndia, meqense ai ndikon në jetën tonë të përditshme të besimit. Ne duhet të komunikojmë me fëmijët tanë duke pasur parasysh personalitetin e tyre, se kush ata janë, çfarë nevojash kanë dhe si reagojnë, dhe ata janë të gjithë të ndryshëm. Por ka diçka në lidhje me qëndrueshmërinë, diçka në lidhje me ata që na shohin ditë për ditë. Ti besosh sot Perëndisë për një gjë të vogël. Ti besoj sot atij për diçka as të vogël, as të madhe. Ti besosh për diçka të madhe. Ne po i besojmë Perëndisë për diçka që duket e pamundur. Dhe dini çfarë ndodh? Nuk është diçka që ndodh nganjëherë. Është ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaji, vit pas viti, duke parë dhe dëgjuar për qëndrueshmërinë e të besuarit tek Perëndia dhe duke i besuar atij në çdo situatë. Dhe e dini cili është rezultati përfundimtar? Ne jemi duke pasuar besimin ton. Dhe është diçka që nuk mund të vendosësh gishtin gjithmonë dhe të thuash, kjo është e vetmja herë në jetë që gjithçka funksionoi. Jo, një herë nuk do ta bëj këtë gjë.
Duhet të jemi të qëndrueshëm gjatë gjithë kohës. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duhet të shqyrtoj jetën time dhe të them, në rregull Zot, ja ku është situata ose rrethana dhe sido që unë të veproj, ajo do të ketë ndikim te dikush. Nuk po flasim vetëm për pjesëtarët e familjes, po flasim për miqtë e ngushtë që na vëzhgojnë, që na njohin. Si t'ju përgjigjemi rrethanave në jetë? Si të merremi me gjërat? A duhet të heqim dorë dhe të largohemi? A duhet të ngrëm duart dhe të themi jo, nuk do të funksionoj? Duhet të themi, Perëndi, ti më le në balë këtë herë. Ata janë duke na vëzhguar. E vërteta është se të gjithë vëzhgojnë ti kë. Nuk dua të jem kritikues, por dëgjoj, ne duam të shohim që gjërat të mira të ndodhin në jetët e njerëzve. Dua të shoh njerëz që e vënë në jetë besimin e tyre, që rriten në besim. Jam i kënaqur kur Perëndia bën gjëra të mira për dikë dhe i përgjigjet një lutje, sepse sa herë bën këtë, nëse është një njeri i zgjuar, ata do ta gdhendin këtë në mendjet e tyre. Perëndia është besnik, ai është i denjë për të besuar. Unë mund të mbështetem tek ai në çdo moment. Çfarë ndodh? Ne po rritemi në besim. Nëna dhe baballar, dëgjoni. Nëse rritemi në besim, kjo nuk është vetëm puna jonë, por ndërsa kjo gjë ndodh, ne rrisim besimin e fëmijëve tan kur jemi të qëndrueshëm, kur u tregojmë parimet dhe kur përpiqemi të ndajmë gjëra me ta. E shikoni, nuk është vetëm diçka që na ndodh ne, por ne duhet t'u shpjegojmë atyre çfarë po ndodh. Shpesh herë duhet të ulem me fëmijët e mi dhe të them, tani kjo është situatë dhe kjo është ajo që do të bëjmë. Ne do t'i besojmë Perëndis për këtë. Pra, ne duhet t'i përfshijmë ata në gjërat që kalojmë. Kjo do të thotë të ndash me ta këto parime. Por kjo gjë duhet bërë çdo ditë, jo vetëm në disa gjëra, por në gjithçka. Ti mund ta pasosh besimin tënd vetëm nëse e ke vetë. Ku fillon? Fillon duke e vendosur besimin tënd në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd personal, duke e pranuar dështimin tënd dhe ndarjen prej tij për shkak të mëkatit tënd, duke besuar se kur Jezusi shkoi në kryq, ai vdiqi dhe pagoi plotësisht borxhin, mëkatin tënd, dhe duke i thënë atij, Zot, unë e sjell para teje mëkatin tim. Të lutem më falë Zot për gjithçka që kam bërë, jo mbi bazën se sa e mirë do të jem, por për shkak të birit tënd Jezus Krisht që vdiq në kryq. Unë të shpall ty si shpëtimtarin tim personal. Ky është fillimi i besimit. Çfarë ndodh më pas? Perëndia do ta ngrejë dhe forcojë këtë besim dhe ti do të kesh diçka mbreslënse për të jetuar dhe për t'ia dhënë të tjerëve. Në programin e ditës së sot me Dr. Charles Stanley e bëri të qartë se vetmja rrugë për të influencuar në besimin e fëmijëve të tu është duke pasur vetë një marrëdhënie personale me Perëndin. Kur ti i ke besuar Krishtit si shpëtimtar të jetës tënde, duhet të zhvillosh një besim të fortë personal, të cilin më pas mund t'ia pasosh brezit tjetër. Efesianët kapitulli 4, 29-32 na mësojnë se si të jetojmë në harmoni me anëtarët e familjes tonë. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që e dëgjojnë. Edhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazirë dhe shpifje me çdo liksi. Por jini të mirë edhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sot me minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.